20 nga 33 masat e lëshuara të martën për mbetje toksike të Kurum janë ekzekutuar. Policia e Durrësit dështoi të arrestoi 13 persona, mes të cilëve 5 përfaqësuesit e shoqërisë Kurum dhe pronaren e kompanisë Sokolaj, që kishte blerë mbetjet për t'i tregtuar në Tajland. Nga dosja hetimore del se të dyja shoqërit kishin paraprakisht informacion se natyra e mbetjeve ishte e rrezikshme në shkelje të çdo legjislacioni, atij kombëtar dhe ndërkombëtar. Provohet në mënyrë të arsyeshme se prodhuesi mbetjeve të rrezikshme Kurum është në dieni të plotë të ndalimeve ligjore kombëtare për menaxhimin e integruar të mbetjeve, për adherimin e Republikës së Shqipërisë në Konventin e Bazelit, për kontrollin e lëvizjeve ndërkufitare të mbetjeve të rrezikshme dhe asgjësimin e tyre, kodit doganor e të tjerë. Ka kryer një sër veprimesh në bashkëpunim me subjekte të tjera për të mbuluar natyrën e vërtetë të mbetjeve dhe për t'i eksportuar jashtë Shqipërisë e për t'i tregtuar ato brenda territorit shqiptar. Kështu, nga mostrat e marra në 11 prej 102 kontejnerëve të sekuestruar me mbetje, organi akuzës pas ekspertizës zbuloi praninë shumë të lartë të oksidit të zinkut, hekurit, të shoqëruara me plumb, bakër e shumë metale të tjera helmuese që shkaktojnë kancer. Nga akti ekspertimi rezultoi se materiali i analizuar është pluhur i grumbulluar nga sistemet e filtrimit të gazrave të furrës elektrike të çelikut. Nga mostrat e marra nga kontenierët e sekuestruar të shoqërisë Kurum, konstatohet prania e elementëve dhe përbërjeve të tyre që përbëjnë rrezik për shëndetin e njeriut dhe mjedisin, që lidhen me rrezikun e toksicitetit për riprodhimin dhe ekotoksicitet, veçanërisht ndaj ekosistemeve ujore. Kontejnerët me 2800 ton mbetje që kishin destinacion Tajlandën u kthyen në nëntor të 2024 në vendin ton, pasi organizata mjedisore Basel Action Network ngriti alarm se brenda tyre fshiheshin tonelata me mbetje të rrezikshme. Kontejnerët po mbahen të sekuestruara në një fushë të hapur në Porto Romano të Durrësit.